Përpunuesit e ullirit në zonën e Cakranit në Fier kanë njoftuar rritjen e çmimit të vajit të ullirit në treg. Sipas administratorit të fabrikës së përpunimit të ullirit Kujtim Xhelali, Axhelian Musaraj, ky fenomen ndodh për shkak të prodhimit të ulët gjatë këtij viti, që është 50% më i ulët se i vitit të mëparshëm. Alarmi në Cakran se çmimi i vajit të ullirit do të ngrihet në mënyrë të frikshme ka dhënë sinjalin më të rënd të viteve të fundit që tregu është në rritje, ndërsa autoritetet heshtin. Sipas të njëjtit burim, çmimi i vajit të ullirit do të rritet ndjeshëm e menjëherë për tregun dhe konsumatorët për të vetmen arsye se prodhimi i këtij viti është rrëzuar në nivele dramatike, rreth 50% më pak se viti i kaluar, duke krijuar një boshllëk që mund të ndikojë në furnizimin me vaj ulliri. Sezoni si vjet është drejt fundit për momentin ku jemi. Si vjet ulliri nuk ka qenë në favor si ka qenë vjet, 50% që e vjernes e prodhimit. Vaj ka e shitur gjithë sasia që kemi grumulluar, plus dhe ulliri kokët ka pasur çmim super të mirë. Ne jemi të kënaqur, nuk kemi kaq vite në treg me këtë punë. Ushada e ullirit është gjysma e sezonit vjerën, por si vjet ka një gjë, çmimi i vajit është më i lartë dhe sasia e ullirit e vajit është më e mirë nga gjithë viteve më para. Prodhimi ka qenë i pastër, vaj e shitur dhe gjitha ka vajtur okej. Përpunuesi i ullirit Zoti Musaraj gjithashtu paralajmëroi se nëse situata vazhdon kështu, çmimet mund të dalin jashtë kontrolli dhe tregu do të ndjejë mungesa të dukshme të vajit të ullirit në javët që vijnë. Kjo situatë pritet të ndikojë drejt për drejt jo vetëm te konsumatorët, por edhe tek fermerët, të cilët këtë vit do të përballen me sasi më të pakta dhe kosto të rritura të prodhimit. Përpunuesi gjithashtu thekson se rënja e prodhimit vjen si pasojë e faktorëve klimaterik dhe ciklit natyral të ullirit, duke shtuar se tregu mund të përballet me luhatje të mëtejshme në javët në vijim. Administratori kërkon ndërhyrje urgjente të institucioneve për monitorim të tregut, si dhe mbështetje për fermerët, prodhues dhe përpunuesit. Fermerët në këtë vit janë dorëzuar dhe nëse nuk do të ketë mbështetje, vitet e ardhshme situata mund të bëhet edhe më e rëndë. Ai shkon dhe më tej me paralajmërimin e tij të ashpër, se nëse kjo situatë vazhdon, çmimet mund të ndalin jashtë kontrollit. Konsumatorët duhet ta dinë se tregu nuk mund të përballojë këtë mungesë dhe plotësimin e kërkesave me vaj do të vështirësohet. Administratori kërkon ndërhyrje urgjente të institucioneve për monitorim të tregut, si dhe mbështetje për fermerët, të cilët janë dorëzuar përballë klimës së këtij viti, që ka goditur ullirin dhe askush nuk po merr masa. Sipas të njëjtit burim, nëse nuk ka mbështetje, vitet e ardhshme situata mund të bëhet edhe më e rëndë.